Fitoria e Peter Magjarit në zgjedhjet nacionale të Hungarisë të dielën e ka shqetësuar jo pak presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe jo vetëm për faktin se ky i fundit nuk do ta ketë më në pozitë në shtetin fqinj verior mikun e tij Viktor Orban, me cilin mban raporte shumë të afërta. Vučić u bë shumë nervoz me kryeministin në ardhje të Hungarisë, kur ky i fundit tha se pasardhësi i tij në Budapest, homologu nga Bratislava e Slovakisë dhe presidenti në Serbi, kanë një kumbar të përbashkët. Magjar nuk e përmendi emrin, por u aludua se bëhet fjalë për rusin Vladimir Putin. E di saktësisht çfarë po ndodh në Serbi dhe gjithashtu e di çfarë lloj lidhjesh ekzistojnë mes qeverisë së Orbanit dhe Serbisë, së udhëhequr nga Vučić, si dhe mes Robert Ficos të Slovakisë dhe Viktor Orbanit. Gjithashtu e di parafërsisht kush qëndron pas kësaj, kush është kumbari pas këtyre miqësive të mëdha, tha Magjar në një konferencë për shtyp të hënën. Vučić reagoi menjëherë duke bërë i pari udhëheqësi huaj që u përlesht paktën verbalisht me kryeministin e ri hungarez vetëm një ditë pas fitores së tij. Në një intervistë për transmetuesin publik në Beograd, serbi hodhi poshtë pretendimet e Magjarit sa e di kush po e orkestron aleancën ndërmjet Orbanit, kryeministit slovak Robert Fico dhe Vučićit, duke i quajtur ato budallallëçe. Ai tha se e di kush qëndron pas marrëdhënieve të tilla mes Orbanit, Ficos dhe Vučićit, dhe unë e pyes kush qëndron pas tyre, hajde mu përgjigj. Ai nuk ka asnjë ide, duke lënë të kuptohet se mund të jetë Putini. Po të mos isha i shqetësuar për marrëdhëniet me hungarezët në vendin tonë dhe me vetë Hungarinë, do ta quaja deklaratën e tij marrroçe dhe të papërgjithshme, tha serbi. Në fakt, nuk ishte vetëm aludimi se Putin është kumbara i Vučićit, Orbanit e Ficos që nervozoi presidentin serb. Ky mund të jetë hidhruar shumë edhe nga deklarata tjetër e Magjarit gjatë konferencës të së hënës, kur foli për gjetjen e mjeteve shpërthyese afër gosësjellësit Turkstream në Serbi, nga të kufirit me Hungarinë, duke konsideruar këtë operacion si të dyshimt, ndërsa nuk përjashtoi mundësinë që të ketë qenë një kërcënim i vërtetë. Gjatë fushatës zgjedhore pati një operacion që dukej si një sulm të dielën e Pashkëve. Qeveria ime e ardhshme do të hetoj saktësisht se çfarë ka ndodhur dhe nëse rreziku ishte real, tha ai. Autoritetet serbe njoftuan më 5 prill se 2 çanta me eksploziv ishin gjetur pranë gazsjellësit i cili transporton gaz natyror rus drejt Hungarisë. Vučić tha se hetimi do të përfundojë dhe përgjigjet e tij do të informohet edhe Magjar. Pavarësisht shkëmbimeve të ashpra, të dy liderët shprehen dëshirën për të ruajtur marrëdhënie të mira dypalshe. Vučić gjithashtu i dërgoi një mesazh urimi Magjarit pas zgjedhjeve të së dielës, në të cilat ky i fundit i fitoi bindshëm ndaj mikut të tij Orban, i cili kishte qëndruar në pushtet 16 vjet. Kryeministi në largim i Hungarisë ka qenë ndër liderët e rrallë në BE që ka mbështetur fuqishëm Serbinë dhe udhëheqësin e saj, ani se Unioni e ka kritikuar gjithmonë shtetin ballkanik për politikën e dy ulëseve edhe me Brukselin edhe me Moskën.